Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se vini sot në MCN Informacion për 3 orë transmetim të drejt për drejt. Du të sjellim tek ju zhvillimet e ditës, por edhe diskutime dhe analiza me të ftuarit tanë në studio. Do të flasim në këtë pjesë të parë të MCN Informacion për arkitekturën dhe urbanistikën. Prej kohësh është marrë vendimi nga korporata e investimeve për zhvendosjen e bibliotekës kombëtare, ndërkohë që burime kanë bërë me dije se synimi është shembja e Pallatit të Kulturës dhe ndërtimi kullave në këtë territor pranë në qendër të qytetit. Por a ka gjasa që qeveria të ndryshojë në mënyrë kaq thelbësore historinë e Tiranës, sa mund të preket edhe muzeu historik, sa të konsultuara janë këto vendime me ekspertët? Unë do t'i diskutoj gjitha këto me të ftuarit tanë në studio. Prezantoj Max Kola, urbanist. Zoti Kola, përshëndetje, faleminderit që jeni me mua. Vetëm pas pak do të na bashkohet në bisedë edhe Gjergji Caca, arkitekt, e derisa Gjergji të jetë me ne në studio, ne do ta vjojmë bisedën me zotin Kola. Zoti Kola, mendoni ju se qendra historike e Tiranës e ka humbur tashmë identitetin e saj dhe sa gjasa ka vërtet preket Pallati i Kulturës? Tani, në opinion, qendra e Tiranës në kuptohet si kur është vetëm sheqi Skënderbej, me godinat përreth, por në fakt qendra e Tiranës vjen më gjerë, pasi në fakt edhe ajo mbrot, edhe hyn tek ndër pjesa më të rëndësishme të Tiranës që konsiderohet si monument kulture, dhe këtu kam parasysh përveç se sheqin Skënderbej, edhe bulevardin të Shport e Kombit dhe disa zonat të saktuara që janë deri tek bloku apo në fillim të rrugës së Durrësit dhe rrugës Kavajës. Qendra ka filluar të preket që në vitet 50, kur erdhi në fuqi regjimi komunist, duke shembur ish pazarin e vjetër për të ngritur nga rusët Muzeu Pallati i Kulturës dhe Teatri Operës dhe Baletit, që për ironi të fatit po marrë vesh tani që është marrë një vendim për të shëmbur. Kështu që do jetë goditja e dytë e të njëjtës ndërtimi. Dhe që pas asaj periudhe në vazhdim kemi pasur prapë momente të vështira për të zonë të njohur të Tiranës, që është zonë historike. Pra në vitet 50 është bërë një goditje e ngjashme. Goditja parë. Pasi gjithë e dinë që aty kanë qenë një ansambël xhamia që ekziston sot, kulla e Sahati që edhe pse kulla qëndron prapë ajo po goditet sepse janë vënë përreth si në foton më përpara, 2-3 godina që e dëmtojnë si sfond duke ja humbur totalisht vlerat, dhe tani kanë ngelur të cunguar xhamia dhe kulla e Sahatit. Më vonë pastaj aty ku sot është Muzeu Historik Kombëtar ka qenë Bashkia e Tiranës. Dhe ka qenë pjesë e planit italian që bashkë me sheshin, ku thot është sheshi Skënderbej, duke qenë në fundi i bulevardit, në pjesën verior të Tiranës. Më pasaj ka vazhduar në etapa të tjera historike të po themi pushteteve, ku ka pasuar me 2 kulla që janë ngritur në bulevard, e në pasaj në vazhdim si që tani jemi prezent dhe shohim dita ditës, është bërë një tërgoditje, i është bërë pjesës përreth korpusi qendror universitar, që është një ndër objektet më emblematike të bulevardit të Tiranës. Është duke dëmtuar dhe Parku Rinia, njëkohësisht unë vetë konsideroj që stadiumi që ka qenë pjesë e qendrës Tiranës është, edhe pse na pëlqen kur e shikojmë, po mund të ishte ndërhyrja më profesionale, më planifikuar urbanistikisht. Pastaj, përmosën pastaj edhe pjesë tjera të qendrës që kanë pasuar qoftë me zonën e ish-bllokut, që nga vila, nga një sistem rrugor hipodamik këndrejt domethënë, që kanë qenë vila të ndërtuar nga pasanit e kohës, që u morën nga regjimi i kohës, duke i përvetësuar për të jetuar vetë. Tjetër pjesë e Tiranës që është i përket qendrës dhe është prekur gabimisht është komplet pjesa mbrapa piramidës. Nga që duke filluar me të cëmë në kullën krah deri tek Rretësheja. Shtohet pastaj edhe pjesë element caktuar arkitekturor, më thënë, karakterit të vogël për nga masa, për nga volumi, karakterit privat,
që kanë qenë kryesisht në rrugët tradicionale të Tiranës, siç mund të jenë në rrugë Kavajës, rrugë Dusit, apo dhe rrugë Dibrës. E qartë, ndërkohë, pra, gjithë këto ndryshime apo zhvillime, le të themi, kanë ardhur nga viti në vit, marrim vitin 50 edhe kur ka filluar kjo goditje ashtu si kundër edhe i quajtur Me pak fjalë në Tiranë kanë ndodhur gjëra që nuk kanë ndodhur në asnjë qytet të Evropës, apo më keq akoma në asnjë qytet. Sa kanë qytet. prishur atë historinë e Tiranës, pra sa gjëra kanë humbur gjatë këtyre viteve nga këto ndryshime. Po sigurisht, sepse çdo qytet ka historinë e tij, ka etapa të mund. Qytetet janë formuar nëpërmjet shtresëzimeve historike që prezantojnë historinë e tij, politikat e tij, ekonominë, kulturën, njerëzimin. Pra, bota sot investon, i respekton, i ruan, i konservon sepse janë vletë të trashëgimisë kulturore, ku në fundit me ato mbajnë dhe turizmin, ekonominë e qytetit gjallë. Ne pothuajse kemi dëmtuar. Ne kemi bërë të famshëm do kohë për kullat e reja, që janë jo për të shkuara, që në fakt duhet ishte e shkuara. Ndërkohë që nëse flasim sot pra për të tilla ndryshime, është biblioteka kombëtare e cila do të zhvendoset nga godina ku është aktualisht dhe do të shkojë në një zonë tjetër në afërsi të Gardës së Republikës, pra jashtë qendrës. Sa i drejtë ju duket ky vendim? Në fakt, tani po e marr vesh, pasi për më tepër që unë jam dhe arkitekt, jam dhe urbanist që natyrshëm duhet ta marr vesh shpejt si lajm, kjo për fajin tim besoj. Ti e përshtypjen që këto mbahen sekret, në fakt që këto duhet të jenë vendime, akte politike, juridike, edhe të bëhen publike, duhet të nënshtrohen procesit dëgjesës publike, diskutimeve politike nga palët, intelektualëve, artistëve, shkrimtarëve që është në bibliotekë. Dhe po më çudit fatikisht, për më tepër që kur e mendon, siç e thash më përpara, është goditja e dytë që i bëhet atij sheshi ndërtimi, me ish pazarën e vjetër dhe po prapë me këtë godinë që është edhe biblioteka dhe opera baletit, sepse janë dy tre funksione në një objekt. Dy institucione, le t'i themi në të njëjtin ndërtesë. Dhe lind pyetja, pse do prishet, çfarë do bëhet? Dhe ku do shkoje? A duhet të shkojë që ju po thoni pranë Gardës? Është vend i përshtatshëm? Nëse ka vend, se unë gjykoj që nuk ka vend, dhe aty ka intensitet më ndërtimi. Për më tepër që gjithçka bëhet mbi mungesën e një plani transparent. Transparent po, mbi bazën e një plani urban të mirë menduar, që të ketë një afat gjatë që të lloj planësh bëhen 15 A duhet jenë të tilla objekte domosdoshmërisht në qendër? Është një gjë që duhet thënë gjithmonë. Gjithsekush nga ne duhet ketë moment parë një pyetje. Se tani po gjojmë që do prishet kjo dhe do bëhet atje, apo do prishet ajo dhe do bëhet diku tjetër. Pse mos bëjmë një gjë tjetër neve? Ta bëjmë një herë fillimisht gjën e re, pastaj prishim të nëse arsyetojmë. Sepse të prishesh të objekt do thotë që çfarë do ndërtosh vend atitme. Kjo ha një pyetje, ha diskutim të madh. Pra, pyetja e parë duhet jetë kjo, ose me saktë propozimi, bëj një herë atë që do të prishësh, diku tjetër më që ke menduar, pastaj mendosh prishesh të. Sepse i bie që një objekt i këtyre përmasave, dhe nëse mendohet drejt, në një vend që ka sipërfaqe, është analizuar dhe është aty ku duhet, ai objekt shkon minimalisht 4 vite, 5 vite për të ndërtuar. Është investim jo fort i vogël. Gjatë këtyre 4 viteve do rri qyteti pa bibliotekë, do rri qyteti pa teatr, pa opera. E qartë. Mirë, prezantojmë edhe Gjergji Caca, arkitekt, është bashkuar me ne në studio. Gjergji, faleminderit, kënaqësi. Flasim fakt për spostimin, nëse mund ta themi me këtë fjalë, të bibliotekës kombëtare nga qendra e Tiranës drejt një zone tjetër, siç është ajo tek Garda e Republikës, për shkak të rrjedhëzimit, se kështu i kanë quajtur këto projektet e fundit qeveria. Gjergji, mendon se ka humbur identitetin historik Tirana dhe si e ke parë ti qasjen e qeverisë gjatë këtyre viteve, përsa i përket pikërisht këtij rrjedhëzimit të godinave të tilla? Shikon, në çdo kohë, do të thënë edhe në qytet edhe në Europë, ka dëmtime të historisë, sepse je gjithmonë
përballë faktit që do rindërtosh një qytet, domethënë çdo herë një qytet të ri dhe do mbajmë atë të vjetrin, apo do bëjmë ndërhyrje. Dhe normalisht zgjidhja ose të paktën nga ajo që un kam parë, po besoj edhe kolegu, domethënë ka ndërhyrje edhe në qytete të vjetra dhe me histori dhe me zona të mbrojtura. Diferenca midis asaj çfarë bëhet, po themi, në vende që kanë kulturë edhe arkitekturore, edhe kulturë të përgjithshme, sepse njerëzit reagojnë në rastin kur bëhen shkelje, reagojnë kur s'ka transparencë, është ideja që aty mendohet për të bërë një gjë që realisht duhet, jo të sajojmë një gjë sepse kemi një vend. Do me thënë, gjithë qëllimi është që ndërhyrje në objekte, patjetër që mund të ketë. Do me thënë, ka ndërhyrje në objekte që kanë qenë kategori e parë, të mbrojtura, janë bërë me konkurse, janë bërë të hapura, nuk bëhen konkurse nga 40 ditë, ne bashkë kemi qenë disa herë se qëllon që për disa herë ne bashkë diskutojmë këtë tematik, po biblioteka po e mban mend ka qenë diku pas parkimit tek ekonomiku ose afër qytetit studenti, në fillim kur u bë konkursi i parë. Tani kaloi te garda. Nesër mbahet mend dikur, nuk ka qenë kjo qeveri, ishte ajo më pashmja, është bërë Universiteti i Durrësit, i riu Aleksandr, jo i riu fare që është, por ka qenë një i mesëm që është bërë tek, me thënë ka bredhur ai objekt në 4 vende. Sepse aty dilte impronar, këtu s'kish mundësi bashkia, aty kështu dhe përfundoi tek Këneta që është sot, që e quajnë Këneta, se ajo është e bonifikuar, kuptohet. Pastaj aty është bërë shtesa e re. Gjithsesi u bë një universitet dhe në atë kohë ndoshta edhe pak më i ri kuptohet ishte ajo që patjetër që duhet të bëjmë. Dhe ajo që tha kolegu është e drejtë. Ore, kishim një stadium, kemi prapë një stadium. Po pse mos kishim 2? Do me thënë, bërim një stadium ku patjetër në qoftë se do bëjmë me PPP, unë nuk jam kundër PPP-s, do me thënë partneritet publik-privat. Por ama të jeti drejt, të jeti konsultuar, tani çdo pronë në Republikën e Shqipërisë është e të gjithë shqiptarëve. E ne të treve këtu në studio, e 2.500.000 që janë këtu e 400, edhe 2-3 milion sa janë jashtë. Nuk mund të vendosi as Gjergji, as tjetri, se po e filloj nga vetja, fatin e një bashkëpronësie. Do me thënë, nuk mund të jetë kaq hermetike për 40 ditë del konkursi. Tani që të ndajmë edhe diçka tjetër, pra prishja dhe rihetëzimi. Çfarë është rihetëzimi? Kjo do të thotë që duhet të prishet totalisht godina? Jo domosdoshmërisht, jo. Jo, rihetëzimi. Sepse projektet e tilla vinë me termin rihetëzim. Duhet ta ndajmë pak. Rihetëzimi është të rihetëzosh një objekt që ka humbur funksionin dhe t'i japësh një funksion të ri. Mund të bësh shtesa, mund mos bësh shtesa, mund të trajtosh vetëm fasadën, mund të trajtosh funksionet e brendshme. Kjo pastaj varet nga detyra e projektimit. E para ne nuk kemi detyrë projektimi, po të hapim, ka dalë dhe rihetëzimi i Pallatit të Kongreseve. Po. Dhe çfarë është rihetëzimi? Është ajo toka nga mbrapa që do bëhet kull. Dhe meqense po bëjmë të kullën, hajt po rihetëzojmë edhe çik Pallatin e Kongreseve, po i rregullojmë ca funksione, po bëjmë ca tavane gipsi. Piramida ka kaluar 3 konkurse kështu. Tani do rihetëzohet apo do shembet? Pra ta ndajmë. Tani fjala rihetëzim është vetëm titulli dhe ju besoni atë që unë ju them. Nuk e dini çfarë kam unë në zemër. Kur shikoni çfarë unë kam shpjeguar atë që kam në zemër, po them detyrën e projektimit, që mungon kudo, unë ja u thash te konkursi parë për bibliotekën, një nga pyetjet të interesuar thoshte çfarë fasade do ketë. Kolegu e di shumë mirë që fasada mund të arrijë 70% të kostos të objektit, të objekte të tilla, se s'po flasim për pallat banimi. Dhe normalisht ai që do të futet në konkurs ose në, po themi, në tender për ta fituar, duhet të di çfarë do harxoj. Do ta zgjidhim një fazë tjetër. Do me thënë, çfarë është rihetëzimi, ndërkohë që kalojmë direkt te tenderi i kompanisë të ndërtimit ose po themi investitorit që do përfitoj, patjetër më që asnjë investitor, e kam thënë disa herë dhe duhet ta përsëris me mira herë. Asnjë investitor nëse s'ka fitim nuk hyn, është logjike. Problemi është çfarë mbrojmë ne te publikja. Do me thënë, si është aktori i shtet për të mirën publike. Tani përse na duhet, e para kolegu e përmendi, ai është një super objekt që patjetër çdo ndërhyrje ka nevojë historiku i saj. A ka nevojë institucione shtetërore të rihetëzohen? Po patjetër. Varet. Shiko. Rast pas rasti. Po.
rjetëzim është rinjallje diçka që është drejt vdekjes. Mund të ke rikonstruksion. Pa e prishur ndërtesën shkencëtare. Ndoshta e ngatrojmë rikonstruksionin në sensin e për ta rireguluar, po rjetëzimi që t'i japësh dhe funksione të ndryshme ose t'i shtosh funksione kur ajo nuk ka. Por patjetër edhe që nga kryeministria sot nuk e ketë aksesueshme nga njerëzit me aftësi ndryshe. Në çdo institucion do ndërhyrjet e veta për të bërë objekt me të gjitha parametrat. Por nuk do të thotë që patjetër bërja me brenda parametra është ta bëjmë kull. Çfarë u pa pastaj? Po i bie që tani të gjitha objektet që kemi shtetërore, këtë pasurinë e përbashkët, hajt ta japim dhe ku e japim brenda 40 ditësh. Tenderi kanë të paktën 4-5 tendera që kemi ndjek bashkarisht. Kemi qenë që nuk kanë rezultuar të suksesshëm. Do me thënë janë rikthyer, po pse? Do me thënë, në qoftë se kjo, se realisht me atë që qeveria po tenton ta japi, ndoshta me qëllimin e mirë. Këtë unë nuk mund ta them, që është qëllimi i keq apo jo, sepse duhet të shohësh produktin që të gjykosh. Po, patjetër propozimin, produktin. Por ideja është kur ti të dështojnë 4 tendra radhë për objekte që e dim shumë mirë, ne jemi të dy arkitektë, jemi investitor, po të na vinte në dorë që ta mirë këtë objekt me PPP, kush nuk do donte në kuptimin për rëndësinë, për sheshin ku është, qendrën, zona, do me thënë është logjike. Tani si të dështon? Pse të dështon? Se ka një bisht nga mbrapa. Patjetër që unë, siç e nisa dhe t'i kthehem te pyetja dhe për ta përfunduar, se ndoshta e zgjata, patjetër që në qytete do ketë ndërhyrje. Ideja është konsultim publik, e mirë menduar dhe siç e kam thënë gjithmonë, nuk duhet të mendojmë sot për nesër. Nuk jemi ne, zotët e Shqipërisë. Janë dhe breza, siç na i kanë lënë të tjerët, brezat e mpashëm, duhet i lëmë të zhvillojnë dhe brezat e mpashëm. Po e zhvilluam ne të gjithë. Ku do shkoj pastaj, çfarë do zhvillohet më? Tani, zoti Kola, pavarësisht rëndësisë apo peshës historike që kanë këto institucione, se secili në vetvete, qoftë Pallati i Kulturës, i Kongresëve, biblioteka, kanë peshën e tyre historike. Rama flet se do të përdor të njëjtën skeme edhe për Pallatin e Sportit Aslan Rusi, për shtëpinë e fëmijës Zyber Hallulli, pra janë futur në listë një sër objektesh. Sa e nevojshme është që gjitha këto objektet kalojnë në këtë sit, le ta themi kështu, të rihetëzimit, por që duke humbur atë peshën e tyre historike. Shiko, po përdori një skemë do thoj që është i njëjti qëllim. Dhe ne nuk dim se cili është qëllimi që këto duhet pritet dhe me çfarë duhet zëvendësuar. Sepse ne na shohmë gjithmonë dhe kështu thuhet në për zhargonin e përditshëm, po bëhen kulla. Kullat janë investime private. Janë objekte që nuk përfaqësojnë një qytet. Dhe këto janë objekte që kanë qenë vendosur në akset kryesore, në akset kryesor tradicional qyteteve që përbëjnë atë strukturë qyteti që përzanon dhe qytetin. Nëse këto hiqen, duke mos u zëvendësuar, apo duke u zëvendësuar me objekte private, tu qyteti i Tiranës kthehet në një qytet realisht fjetore. Kemi vite që e thepim, që kur pallatet bëheshin 7-8 katëshe, që herët. Po kanë kaluar gati 2 dekada dhe na duken pallatet e katëshe sot si kjo sa dikur. Duhet ketë një plan të prezantuar publikisht e përdit saktësisht se kush do jetë qyteti jonë në të ardhmen, sepse po bëhet gjithçka në mënyrë jo publike, duke u cënuar plani urban, nëse ekziston dhe nëse vërtet është bërë mbi bazat e një studimi apo mbi bazën një detyre projektimi, mbi bazën një planifikim urban. Duhet ta kuptojmë shumë mirë që plani urban është kushtetuta e një qyteti, siç ka vlerë kushtetuta që presupozoj që të respektohet nga politikanët apo institucionet shtetërore, të vlerë ka dhe një plan urban. Unë i shoh me pikpyetje, e thashëm më parë që nuk di në një qytet në botë, për më tepër dhe në Ballkan, me që afrohemi si natyrë, si karaktere, si histori, që gjëra që po dëgjojmë që do ndodhin në Tiranë, të kenë ndodhur atje. Dhe lim pyetja, kush ua ka mësuar vendimmarrësve, këtyre vendimeve, që të shëmbin ndërtesat publike, social-kulturore, për të zëvendësuar me kulla. Ku? Unë kam bërë në Tiranë 5 vite shkollë dhe
nuk e kam mësuar asgjë kundi. Jam përpjekur që të studioj, të elaboroj, dhe më thonë libra profesional mbi zhvillimin e qyteteve kryesisht në kohë moderne, dhe se kam masur fare këtë gjë. Pra është një pyetje shumë e thjeshtë, ku e kam mësuar? Sa po bëhet kjo gjë? Atëherë, realisht, unë nuk mund të them qëllimi final, por tani ne na lë hapësirë të amendsojmë. Do ngrihen kulla, kjo është thjerrja të dyshojmë, të amendsojmë që kjo ka një ofertë të pakërkuar, shaj diskutimi, që dikush ka një interes, dhe po gjenën e kam thënë që tek kulla 21-shit, afër Fakultetit të Inxhinierisë të Ndërtimit, ose të ishë Instituti Projektimit dhe IMT-ja, nuk e di kush është tani aty, që ishte një kullë dhe ndërkohë ti do mire 20%. Diku di ishte edhe me 30%, po sot në Tiranë e dim shumë mirë që ka arritur dhe 21%. 1% do me thënë pronarët e japi me 21%. Po kur ke një vend që nuk e kanë të tjerët, se është shtetëror. Gjithë objekte shtetërore janë në vende fantastike, lokacioni ose vendodhja e objektit është që s'ka si ai objekt. Sidomos kur flasim për bibliotekën kombëtare të tjera. Pastaj bëjnë diskutimi që kjo qeveri para ndoshta 5-6 vjetësh u rikonstruktua Tobi, Teatri Operës dhe Balet, që është objekti ngjitur. Do me thënë, në qoftë se do bënim një investim këtu në krah, dhe tani do bëhet ky investimi, ky ri kaq sa është, ky duhet kaq, do me thënë, ajo që edhe kolegu e përmendi, çfarë nuk ka një analizë përse dhe këtu del pastaj a ka interes apo s'ka interes. E pare punës që të bësh një objekt të cili, sepse e ka shprehur kryeministri dhe Teatri SH-ja, do marrim zyra. E para bëhet një relacion. Sa sipërfaqe zyrash kemi? Sa na duhen? Sa i duhet administrat kësaj Shqipërie me kaq banor dhe me këtë sipërfaqe, sepse ke ca standarde. Dhe nuk kem shumë larg, po një orë larg është Italia. Shkon dhe merr, si i ka BE-ja standardet. Sa administrat për 1 milion banor duhen, ose për 2 milionë 400.000 sa e ne. Ose metra katror ndërtim për banor. Për banor, po. Po, i njëjti korelacion është logjika, do me thonë, bëjmë një analizë. A na duhen, se ka përshtypjen, me ato që kemi shtetërore, po t'i vëmë një eficiencë, do duhet të kthejmë mbrapsh. Do me thënë se kemi sipërfaqe mjaftueshëm për administratën. Pjesa tjetër, pa tjetër që duhen objekte social-kulturore. Dhe këtë nuk e diskuton asnjëri, do me thënë nuk i vjen keq, sidomos arkitektëve, po asnjëri tjetër të bësh teatr, të bësh bibliotek, të bësh të gjitha patjetër. Kjo është vendosja, parë se të kalojmë te kjo e Agjencisë Telegrafike Shqiptare dhe zyrave shtetërore, se është folur dhe për zyrat shtetërore dhe për zyrat e drejtësisë, pasi sistemi i drejtësisë vuan për godina dhe për zyra. A është e drejtë që të spostohen godina të tilla, për shembull, si ajo e bibliotekës kombëtare nga qendra e qytetit, ku prej vitesh është aty të shkojë në një tjetër zonë? Shiko. Pra, duke marrë gjithmonë peshën që ka, peshën historike, kulturore. Përveç se tek ne, në asnjë vend në botë nuk bëhet stadiumi brenda në qytet dhe biblioteka del jashtë qytetit. Do me thënë, paradoksi këtu është me brirë. Do me thënë, s'ka nevojë as për, si thonë mend, as për kalem. Sepse nuk ke para as gjikundi ku çdo nga këta menddhënësit të gjejnë një qytet që stadiumi futet brenda një qytet, që është gjithë ajo impiantistik, se s'është vetëm stadiumi, ke parkime këtu, dhe nxjerrin bibliotekën jashtë, që shkojnë këmbësor kryesisht. Në me thënë, atëherë në qofse vetëm ta mbaroj, në qofse do duhet, atëherë ne bëjmë një pol, shumë mirë, ka sipërfaqe shtetërore, ku ti mund të mbledhësh dhe bibliotekë, dhe qendër sociale, dhe panairesh, dhe më thash dhe bëj një pol, i çon dhe transportin publik, dhe s'ke nevojë të prishësh atë që është aty. E para është pjesë e ansamblit. Do me thënë se tani po i bëjmë sikur nuk ekzistojnë. Është pjesë e ansamblit të qendrës së Tiranës, të asaj cope Tirane që na ka ngel akoma për të mbajtur mend qoftë dhe komuniste. Do me thënë, besoj Maksi e di shumë mirë, më fal, zoti Kola, e di shumë mirë, do me thënë, një nga arkitektët më të mirë përmendur në Itali i ka shërbyer në 90% të projekteve fashizmit. Por objektet e tij sot janë objekte që bën tekste studimore, se skepse, do me thënë, se cili ndërton në regjimin që është. Dhe nuk është patjetër objektin, se është ajo shpreha që ne kemi dhe përmbylla që i ka bërë Enveri. Ore asgjë s'ka bërë Enveri.
I ka bërë baba im, joti, gjyshi, tjetri, ka lënë kockat në trena, në tunele, në po themi miniera. Përveç kësaj ajo ka mbledhur historinë e një qyteti tani ajo është një gjë e bërë. që Pse duhet ta zhbëjmë? e drejt, po zoti Kola. Po thaj këtë, më duhet të vazhdojmë idenë e Gjergjit në lidhje me stadiumin, sepse më bie shpesh të diskutoj apo të debatoj me miq, me njerëz me të afërm që vlerësojnë stadiumin, domethënë. Dhe ai u bë dhe hiku, domethënë, dhe nuk u bë asnjë debat as për stadiumin. Stadiumi vërtet është i bukur kur shikon nga jashtë, por atij ti mungon gjua. Domethënë, ai nuk prezanton si stadium, ai prezantohet më shumë se sa qendër kulturore, qendër tregtare. Por çfarë duhet them, duhet ta shëlloj më në detaje çështjen e stadiumit në lidhje me atë që tha Gjergji që stadiumi bëhen jashtë dhe s'bën në qendër qytetesh. Ai në fakt ishte aty dhe ne kishim nevojë për një stadium të ri, por më tepër që kombëtarët jonë të rrogjin pas vetës komplet popullsinë e shqiptarëve të Maqedonisë Veriut edhe të Kosovës. Pra, sot në një ndeshje futbolli të rëndësishme, po themi me Serbinë, me Anglinë që kemi pas në grup, se në përgjithësi shqiptarët vinë për të pa më shumë futbollistët e njohur të ekipit kundërshtar se sa vetë Shqipërinë. Më shumë ngelin jashtë pa hyrë në ndeshje në stadium se sa ato që hynë. Për rrjedhoj, ai stadium është kalifikuar që para 70 viteve kur është bërë, për 20.000 vende, sot po prap, pas investohen miliona euro, stadiumi ka po prap 20.000 vende. Dhe çfarë ndodh? Përpos që nuk shtohet mundësia për të parë si kapacitet, hiqet pista olimpike, e vetëm pistën e kishim. Ne kemi pas traditë në sportet atletikës. Kemi qenë kampion në sportet në kampion Ballkani në 100 metrësh, në 800 metrësh, hedhje shtizje, hedhje me gjyle kështu me radhë, dhe çka kanë bërë? Në mënyrë për ta bërë atë që po hiqnin, sepse sporti ekziston, federata ekziston e tyre sporteve, pavarësisht se nuk na përfaqëson më. Vajtën dhe ndërtuan brenda parkut të liçenit. Pra prerën qindra mira pemë, që nuk është sipërfaqe e vogël, edhe pa prerë, domethënë prapë ishte një riinvestim i një gjë që kishe, dhe që nuk e mat dot, se liçeni më fal se ndërprerja liçeni nuk është për të matur atletikën, tamam, është për stërvitje. Patjetër. Se stadiumi është tjetër, më fal. Dhe pista që u hoq, dhe u vu në një objekt publik të rëndësisë veçantë që është parku, që lën për gjithë, është zëvendësuar me shërbime tregtare. Pra, i bie indirekt që tokën në park e ke zëvendësuar me shërbime tregtare, por që nuk bie në sy. Dhe përpoq saj, pjesa nën ulcët, nën shkallë, që është me zyra, me shërbime e tjerë, fare mirë mund të ishin në funksion të sporteve, federatave të tjera, që në fakt e ka pas dhe stadiumin përpara. Peshngritja është skandal. Dhe çfarë ka ndodhur pastaj? Është ndërtuar federata te kompleksi Dinamo. Pra, ku ka pasur fusha tenisi, fusha futbolli, ambjente sportive, domethënë, që janë përdorur nga trinjt, nga ekipet, nga sportet të ndryshme, dhe sot është zënë po prapë nga federata, po që me sipërfaqe ndërtimi, me parkingje, kështu me radhë. Pra nuk e ka funksionin që ka patur. Dhe nëse një stadium do bëjë le të themi në një pol triurban, siç mund të ishte fundi i bulevardit, apo në një vend tjetër që mund të ishte komplet jashtë Tirane, në momentin kur njerëzit shkojnë për në ndeshje, Tirana do ishte më lirë, më qetë, jo si soi që trafiku bëhet akoma më i vështirë sa në ditët e zakonshme. Se gjitha është brenda Tiranës. Pra, domethënë ka një planifikim, ose më saktë nuk ka planifikim. Planifikim. E qartë, mirë, do ta vjojmë bisedën vetëm pas pak, kemi një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish. Studio do ta vjojmë bisedën me të ftuarit tanë. Në fakt, zoti Kola e mbylli me një fjali, nuk ka projekt, nuk ka studim, nuk ka analiza. Jeni thritur ju si ekspert ndonjëherë për bisedime, për marrjen e një mendimi? Jo. Në asnjë projekt të tillë. Jo, dhe mua besoj shumë arkitektë shqiptarë që kanë çik eksperiencë, nuk thirrën, por më tepër që jemi në një periudhë që jemi zëvendësuar me arkitektë huaj. Dhe kjo është një pengesë për neve që t'i marrim vesh edhe nga tjerët, sepse
shumë i kufizuar informacioni. Shqiptarët janë gjithmonë kompleksuar në çdo fushë jetës përballë tuajve dhe në të pamje duhet të jenë arkitektë shqiptarë që duhet protestojnë për këtë formë të menaxhimit të qytetit apo çështjeve që kanë bëjnë me arkitekturën, me urbanistikën, e jo më pretendojmë nga popullsia e thjeshtë. Pra, teknikisht, kjo ka kryer vështirësi të ndryshme në grupin e arkitektëve, po një ndër gjëra që është e vlefshme është kjo që ju pyesni, sepse ky akt bën kufizosh një informacion. Pra e gjitha merret vesh me vonesë, pasi të jetë përmbyllur gjithë projekti. Merret vesh nga të tjerë. Shiko, planet urbane nuk bëhen çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, bëhen çdo 10 vjet, çdo 15 vjet. Le të themi që Tirana apo Shqipëria ka pas dinamik, që kjo vlen për të diskutuar. Më fal, ky plan 2030-ën i bie të përfundoj. Ky që është aktualisht. Do me të erdhi 2030. Çfarë nxitimi është për të bërë bibliotekën? Ne siguri që jemi kureshtar, jemi dëvëmendshëm ndaj zhvillimeve kësaj natyre, se i përkasin profesionit tonë, por që gjë që ne shohim sot në Tiranë nuk përputhen me atë çka ne dimë, dhe mund të ketë plane që ne nuk i dimë mbrapa, mund të ketë plane dhe kanë shkel planin. Se po kujtojnë diçka. Para ca kohësh më thrisin të si ekspert në për gjykata për të dhënë mendim, për të bërë një relacion kundrejt situatave caktuara që kishin bërin me ankesat banore për një objekt në qendrën e Tiranës, në qendrën jonë Shenjës Skënderbej, për në qendrën që unë përpiqja të saksoj për publikun në fillim të emisionit. Dhe aty, me thënë drejtën, kam parë vendimarrje me vute me firmë të krejve të shtetit, me thënë, në mënyrë të habitshme, ndërkohë që deri diku kam evidentuar edhe në relacionin tim, dhe me sa unë kam informacion, jam marrë vendimet gjyqësore pastaj duke mos i prekur këto gjëra. Kështu që në këtë kuptim mundet që të jetë një plan që le të themi mund kemë unë njohje, qoftë dhe sipërfaqësore bazike po themi, dhe ai plan mund të ekzistojë dhe plani shkelët dhe nuk kanë frikë që të shkelët. Pra, po të marrësh pa një moment, shkruash ta gjesh dhe ta ballafaqosh me realitetin, më thënë, mund të ketë diferenca serioze. E qartë, ndërkohë, Gjergj, pak më parë ti përmende edhe administratën publike, për cilën po bëhen zyra të reja sipas këtyre projekteve. Pra, ATSH-ja është një ndër godina që do të rihetëzohet dhe do të bëhet zyra për ata, por edhe për drejtësinë, madje edhe ka patur diskutime të buxhetit në komisionet parlamentare, është folur shumë. Çfarë po ndodh? E para, më vjen keq që ti shpeson akoma, po do drejtohem me ti, pjesën që te ATSH-ja do ketë zyra, se nuk do ketë te ATSH-ja zyra. ATSH-ja do jetë objekt komplet privat. Gjithë objekti që do zhvillohet te ATSH-ja do jetë privat. Po për çfarë do të funksionojë? Atëre, ai entitet që do ndërtoj objektin e vet tek ATSH-ja, do ndërtoj mos gabofsha, sepse kanë qenë 4 lote, do jetë tek ish parku i delegacioneve, te Tirana e Re, tek afër komunës Parisit, që do ndërtohet një objekt për administratën, që do jetë dedikuar për administratën. Do me thënë, ai person, se kemi diskutuar dhe njëherë, po dhe për ta bërë të qarë për qytetarët. Do me thënë, sot një firmë private me një truall, ndërton një objekt, 20% të ndërtimit, po themi për ta thjeshtësuar, ja jep ish-pronarëve. Po themi nga 100 apartamente, 20 ja jep ish-pronarëve. Qeveria ka dalë me këtë, ose po themi agjencia e investimeve, korporata investimeve, po, ka dalë me këtë, unë jap truallin, nuk e marr aty në të gjitha rastet, por në një truall tjetër më ndërton atë vlerë që do bënte ajo. Tani duke u kthyer pak aty tek ajo që lam tek pjesë e stadiumit, jo për të mbetur te stadiumi. Po në qoftë se qeveria do të ndërtonte edhe stadiumin dhe kullën dhe do shiste kullën, sa fitim do kish? Do të thënë, pjesa ekonomike këtu nuk bëhet asnjëherë. Do të thënë, qëllimi nuk është se po bëhet që ne të shëndoshim publiken. Po bëhet sepse dikush kërkon të ndërtojë një kullë, kërkon të ndërtojë një objekt aty ku nuk e ndërton dot, nuk ka shans ta ndërtojë dot. Te 21 dhjetori, te sheshi Skënderbej, tek biblioteka, te universiteti, te tjetri, tek muzeu kombëtar, po diskutohet për kull, do të thënë, kudo po diskutohet në vende të pamundshme,
Ndërkohë që prish tregun, sepse gjithë objekte që janë rreth qendrës, që ka dhe tumulta që nuk kanë vlerë historike ose po themi të jenë monumente kulture ose të mbrojtura, patjetër i nxjerr jashtë tregut, se ai s'kërkon më, po themi të kërkojnë në privat, po e ka nga shteti të gatshme dhe bie vlera aty. Ndërkohë këtu rritet artificialisht dhe prishet ky tregu siç e kemi sot, që nga qiratë deri në fund e që nga frutaperimet e të gjitha. Tani për të rikthyer tek pjesa e ATSH-s, me sa di unë, ishte edhe ai artisti nga Venezuela që erdhi të bënte skulpturat, që e kemi thënë, sepse vazhdojnë ata të jenë gjithmonë. Domethënë vjen ky grup i gatshëm që brenda një muaji Maxi, domethënë u plak në projektim tani për të thënë në kuptimin që e di shumë mirë se ai duhet për të bërë një objekt të tillë sa kohë duhet. Brenda një muaji bëhet projekti. Nxirret kosto. Gjendet artisti nga Venezuela që të vi të bëjë skulpturën brenda objektit brenda një muaji. Me thënë është logjike ta mendosh që kjo është punë aty, pa konkursi dhe o fut në konkurs. Është paramenduar. E gjitha se askush nuk ka lekë të veta, sidomos investitor privat, për të bërë një objekt 180 milion euro, tha kryeministri, po ndërkohë vlera reale në atë shesh sipas vendimit të kryeministrit nuk shkon aq, shkon dhe 120 milion euro. Gjithsesi, kur ne ja japim dhe themi që ky do investoj 180 milion euro, kur marrim vlerat e referencës për të bërë ato transaksionet, themi nuk bën kaq. Domethënë, këtu kemi dy standarde për çdo gjë. Por, të kthejmë të ATSH-ja, të paktën bashkë kemi 6 muaj ose më shumë që e kemi diskutuar, dhe nuk është bërë asnjë nga një anë do isha pro që mos bëhej, sepse e para ATSH-ja është një objekt që pothuajse ka humbur funksionin e vet, realisht, por ti mund të ndërtosh në qoftë se ke nevojë për 10 kate objekt, për 100 kate objekt administrat, bëhet ATSH-ja. Një, dhe s'ke nevojë të shkatrosh gjithë të tjerat. Bëhe një të ATSH-ja me buxhetin e shtetit. Pra të kesh një projekt mirë menduar dhe të mirë studiuar. Po patjetër, shiko, diku ne do lëshojmë që të mbroshim diçka tjetër. Por ta zëm se do prishet ATSH-ja në kuptimin e vendosim do prishim ATSH-n. Atëherë prishim vetëm ATSH-n, nuk prishim gjithë ATSH-t përreth muzeun tjetër, nuk i prishim, bëj një objekt 100 kate, më atë duhen 100 kate për administrator. 100 kate aty dhe mbledh mendjen. Nuk kenë më nevojë për të paktën 50 vjet për administrator, as për zyra, as paguan qira, as gjë, le të jetë kostoja, sepse bëhet një tender publike të tjera, sa do jetë kostoja. Domethënë, kur një privat me 3 milion lekë të vjetra që ka hap firmën e ndërtimit, merr përsipër 180 milion euro ndërtim, nuk e pas ka shteti? Se s'ka logjik. Po. E qartë. Ndërkohë, zoti Kola, pak më parë ju tha që plani urbanistik nuk ndryshohet çdo vit. Do shumë vite, por gjithashtu Tirana ka patur ato dinamikat e saj. A ka nevojë Tirana për kaq shumë ndërtime? Dhe pse po bëhen kaq shumë ndërtime? Si përballon territori gjithë këto ndërtime brenda Tiranës? Shiko, kur flasim për urbanistikën, diskutohet në 3 dimensione, në dimensionin politik, sjak politik, në dimensionin teknik, që është lidhet me shkencën, por dhe me artin, së treti. Dhe mbaret nga duhet ta bësh diskutimin. Ne jemi profesionistë dhe na vjen përmbar të flasim në pikpamjen profesionale që mund të jetë teknike, artistike dhe shkencore. Shiko, ne mund t'i marrim me radhë të gjitha godinat që diskutohet dhe filozofia e asaj që ne po dëgjojmë është e njëjtë. Prish, bëj diçka dhe përfito. Dhe në fund fare ku do shkojmë. Në 35 vite janë bërë shumë gabime, jashtëzakonisht. Po gabime që përnollin më vitet e fundit kanë qenë të paimagjinueshme. Tani publiku por në në të orë dhe du të kuptojë mos ty në llogari timta dhe detaj teknikët që mund mos i kuptojnë, njerëzit kanë nevojë domethënë që të kenë shpresë, të jetojnë në qytet duke dëgjuar gjëra që lidhen me ëndrat e tyre. Unë mendoj që Tiranës i mungon një vizion, i mungon mbas gjithë Shqipërisë, po të paktën po themi për Tiranën i mungon një vizion. Unë do ta imagjinoja Tiranën të tillë që
Tani, sa vitet të hikin, aq më vështirë bëhet. Sepse kostoja e çmimeve e tregu rritet dhe nëse do zgjidhesh një gjë nëpërmjet operacioneve, bëhet akoma më vështirë. Dhe unë do ta imagjinoj Tiranën, më thënë që një qytet i cili s'duhet ishte prekur aq shumë sa është prekur në qendër, mbas s'ka vlerë tani, po të paktën duke thënë ne pandalojmë shumë gjëra të tjera, shumë dëmtime sa natyre. Tirana duhet ishte hap më gjerë. Ne sot po ndërtojmë, jemi 4 fishuar mbasi si qytet, duke operuar mbi sistemin rrugor ekzistues në vitin 90, që ka qenë një sistem rrugor radial unazor, të përzier dhe hipodamik, domethënë. Dhe mbi këtë sistem rrugor, që ka qenë planificuar në socializëm, ku s'kishte ekonomi tregu, ku s'kishte makina përveç ambulancës, zjarrfiksës, makinës policisë. Pra është planifikuar për një numër banorësh, një numër të saktuar automjetesh. Dhe çdo gjë që duhet ndërtuar, ndërtohet mbi bazën e normave urbane që janë koeficient urban, që janë metër katror ndërtim për banim për njëri, metra katror ndërtim për objekte social-kulturore për njëri, sipërfaqe rrugore për njëri, sipërfaqe gjete për njëri, terrene sportive për njëri. Pra Tirana rritet si popullsi, rrugët janë ato që kanë qenë, sipërfaqe gjete për po zvoglohet, terrene sportive po të kurrën. Dhe pra çdo sipërfaqe, çdo element të zonës funksionale. Pra nëse flasim për një harmoni mes ndërtimeve që po kryen dhe planit urbanistik, është elementare kjo. Kjo është gjë elementare. Ka një harmoni në ndërtime që po bëhen me territorin, me planin urbanistik që është aktualisht? Ky është problemi, sepse nuk është respektuar shkenca urbanistike, shumë e thjeshtë. Shfatet janë kokëfor, thosh Aristoteli që njerëzit duhet të gjunjëzohen para shifrave. Urbanistika është shkencë mirëfill, e kërcëtuar me artin. Dhe është baza, është shkenca, janë librat urbanistikës që ne kemi pasur në shkollë, janë gjysa janë me shifra, me llogaritje. Dhe nuk respektohen fare. Kjo është elementarja. Është shumë e thjeshtë, një kull 20 kaçe, se tani na i përmbar nuk ka më pallate 5 kaçe, marrim shembullin shumë shpejt kull 20 kaçe. Ka rreth 150 deri në 200 apartamente. Po e marr minimumin 150 apartamente. Në 150 familje ti ke minimalisht 450 banor. Ke minimalisht 250 makina. Le të themi një familje ka 2 makina burrë e gru, një familje ka 1 makinë. Por mos më thonë që kanë gjithë nga 2-3 nga makina, se tani 250 makina mund të kërkojnë gati 6.500 m2 parking. Minimalisht në këtë objekt, me 3-4 kate nën tokë, ti mund të fusësh gjysmën e këtyre makinave. Po themi 120-130 makina. Po tjerët, ku janë? Ku janë? Për mos thënë pastaj për traktivin që krijohet për ta në këto objekte. Pra, me rrugës e kohës e Enverit, ne jetojmë sot me makinat e pas 35 viteve kapitalizëm. E qartë. Gjergj, si do ta përballojë Tirana gjithë këtë? Pra, ndërtime pafund, ndërkohë që kemi apartamente bosh në kryeqytet dhe ndërtimet e këtyre kullave dhe pallateve vijojnë, mungesën e parkimeve, se thamë që do ta shohim më në gjerësi këtë, jo nga sot për nesër. Po të kalosh. Kjo është një pyetje që duhet bërë sot, e të kesh një 50 gjergja edhe të japin përgjigje mbas një 6 muajve. Po, logjika kjo është, po. Sepse duke rënë shku gjithmonë, duke e bërë pyetjen thjesht, duke përgjigjur thjesht në një emision, Shkruhet e mishën që është e zauruar. Po pra dhe ikën dhe interesi për protestuar. Unë nuk do të ktheja të njëjtën përgjigje në kuptimin, por po të kalosh tek xhamia Namazgjas që është bërë e reja, ke disa objekte përballë që jo më larg se pardje, ju disa i kaluan në slajde, ishin vetëm 4 ose 5 kate nga shumë kaçi që janë me drita. Do me thënë, funksioni ati objekti, tashmë 4-5 vjetë mbaruar, ose i quajtur i mbaruar, është as 10%. është ajo që ju thatë, që janë gjysma bosh kështu. Përveç pjesës që janë bërë hoteleri, është objekti pas bashkisë.
Se disa vite vajtja i objekti. Në me thënë, ashtu, se qa funksioni ka, se dim. Në me thënë, bërë një panair me ata arkitekte huaj dhe me catë supës, se ishin e catë supës, nuk ishin vetëm të huaj, për të thënë të vërtetë. Por, ideja është kjo, që si çdo trup që mban plag, dhe Tirana sot po mban plag. Pse? Një vendim i shpejt ka mundësi të zgjidhë punë shpejt, por me shumë gjasa do bësh një gabim që do ta paguash në jetë gjatësi. Do me thënë, është dhe si punë e mjekëve, se desha të shtoja diçka tek ajo që tha Maksi, që pjesa e urbanistikës ka dhe anën sociale, që këtu nuk flitet fare ana sociale, që për çdo vendimarrje urbanistike, çdo plan ti duhet të bësh takime pafund me komunitetet, për çdo zonë duhet të bësh me personat ose po themi me grupet e interesit, publik, privat. Ata që janë prekur drejt për drejt. Shiko, kushdo plani urbanistik prek këdo. Po. Kështu që me këdo që ka vullnet të vi, të dëgjoj, të flasi, të japi mendim, qoftë edhe gabim, është i detyruar vendimarrësi ta dëgjoj, ti krijoj mundësinë ta dëgjoj. Sot ne po bëjmë, thjesht është një objekt ku, jo më larg nga Bullgaria, kërkon, po bën projekt, tender për projekt, për objekte ku njerëzit të organizojnë vendimarrje, do me thënë publike, për këto të gjesat. Do me thënë, po ndërtohet i tillë. Ne po ndërtojmë kulla, Tiranë. Do me thënë, shiko ku është pjesa sociale aty me këtu. Dhe për të kthyer tek mjekësia pak në sensin që në urgjencë, patjetër që mjekut do t'i falë edhe një gabim kur zgjidh atë punën e shpejt. Sepse e para është qëllim të shpëtoj jetën. Patjetër që ka efekte anësore, as nuk e diskuton kush. Por thuhet që efektet anësore, do me thënë janë shumë të pakta krahasuar me këtë. Tani ne nuk kemi urgjencë. Se si kemi urgjencë. Urbanistika është një shkencë që nuk bëhet as vetëm, as me urgjencë. Do me thënë me urgjencë, as mbeturina nuk mblidhen. Jo më të bësh urbanistik, si të zhvillohet qyteti 30, 25, 30, 50 vjetë se varet si e shikon këndvështrimin. Vitet e ardhshme. Qa është urgjenca për 50 vitet e ardhshme? Në kuptimin se kaloj një muaj, apo 9, apo 16, ku është diferenca? Sepse do zhvillosh 50 vite, nuk do zhvillosh një ditë. Dhe për këtë gjë ne nuk e bëjmë, dhe ne bëjmë atë urgjencën. Por problemi është që këto efektet anësore, ne tani po i shohim me 5 vite, po themi se realisht, Tirana këtë ndërhyrjen, përveç se kur ka qenë, po themi, Zoti Rama në bashki, që ka pas disa indicie për llojin e zhvillimit, ka të patë që ka 2017 me vendosjen e planit urbanistik ose në miratimin e planit tjetër, se plani i parë ishte në kohën e Zotit Basha, që ka këto ndërhyrjet e forta, do me thënë që kanë filluar të investimet masive. Dhe këto e pare punës disa pa pikë estetike, me thënë drejtën për mua, po kjo është prapë është mendimi im, dhe me thënë i kanë bërë një lloj shpërfytyrimi në Tiranës, sepse unë e them gjithmonë, qytetet e mesdheut kanë pas një gjë të mirë, që gjithmonë ndjejnë diellin dhe qiellin kur kalojnë në çdo rrugicë. Sot Tirana, Athina i ka humbur para shumë vitesh, megjithse nuk ka shumë kaçe, i ka 5, për i ka rrugë të ngushta. Ti kur je në Athinë, të duket vetja si kur je në një tunel kur ecë në rrugë. Qytetarë që kanë qenë në Rom, do me thënë ti ke një diapazon të madh të qiellit, sepse ke një distancë të ruajtur nga lartësia. Dhe qytetarët që na ndjekin tani, ta bëjnë një provë, të dalin në zonën e rrugës së Dibrës, edhe pse janë rrugica qore të vogla, kështu si e ndjejnë hapësinë e qiellit. Të tentojnë të shohin qiellin. Dhe pastaj të kalojnë nga rruga përballë të Gjimnazit Partizani dhe andej dhe të tentojnë, inshallah kapi ndonjë pjesë qielli. Gjergj, faleminderit, zoti Kola, faleminderit. Ishte kënaqësi. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.